që kanë kalu në për ato plagë, janë e Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ata janë rritma ato plagë. Nuk është vetëm ndryshimi i një gjeneratë, ti nuk mund t'i injorosh ato plagë. Sot jemi në një situatë ku për plagët e Lidhjes Demokratike të Kosovës flet zotnia Albin Kurti. Flet ma me sinqeritet se zotnia Abdi Gjiku. Zotnia Abdi Gjiku... Për cilat plagë ke fjalë? Flasim për vrasjet që kanë ndodhur, flasim për persekutimet që kanë ndodhur, flasim për dhunën që kanë ndodhur. Në Lidhja Demokratike nuk mund të sillemi tash se ato gjëra nuk kanë ndodhur. Njerëzit janë vra, njerëzit janë rra, njerëzit janë plagos, njerëzit janë persekutu. Edhe vetëm sepse i kanë taku Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë po flas tash jo vetëm për të tjerë, po flas edhe për veten time, Arben. Ti i din këto gjëra. Unë po aq sa kam pas të problemet që kam me shëndetin, flas me shëndetin mendor, po aq sa duan 2/3 vinë pi stresit që më ka dhënë okupatori serb, po edhe 1/3 për faktit që i kam taku një brezi që e ka konsideru vetën, domethënë si i ri që i ka besu presidentit Ibrahim Rugova. Domethënë, janë disa përvoja që unë kam vendosur t'i marr me veten varr. Po ato janë gjëra reale. Edhe njerëzit që na dëgjojnë e dinë që ato janë gjëra reale. Edhe tash kësi të tillë ka dhe shumë të tjerë. Tash zotnia Abdi Gjiku nuk ka ndjeshmëri fare, por edhe s'ka si me pas, sepse zotnia Abdi Gjiku në kohën kur ka ndodhur këto gjëra, ai ka qenë pjesë e disa kështu klubeve elitiste këtu në kryeqytet që kanë vjellë zi e terrë për presidentin Rugova dhe gjithçka që ai ka përfaqësuar. Madje edhe njerëzit që ky ka mbledhur për rreth vetës i takojnë atij Brumi. A nuk e bërit kundër të Lumiri për çështjet e digresionit. Solli në listë deputetin nga Fetarudin, nga Malisheva, ktheu familjen Geci në listë. Gjë. Kur e ka sjell deputetin Fetarudi, paralel me të ka qenë zhvillimi i diskutimeve a pe fusim Fatmi Limaj në listë përbashkët apo jo. Jo. Edhe ka shku puna, ai nuk ka ndjeshmëri për këto gjëra. Ti nuk mund ta ftosh të merresh ta kesh pjesë strukturave të rrethit tan zotni Fetarudin dhe të flasësh ti për një integrim listë përbashkët me bashkëpunim me zotni Fatmi Limaj. Këto nuk shkon. Edhe për shembull dega e LDK-s në Suarek. Djali i Ug Bityçit ka organizu dhe madje ka kërcënuar dhe me rebelim. Nëse viç bëhet ky muhabet. Viç këtij që i ka shku në men ajo punë, është një farë thymje për njerëzit që kanë kalu në për ato gjëra. Ky nuk ka ndjeshmëri, sepse i ka taku, unë nuk ja zë për të madhe. Ashtu ka mendu. Por ka qenë pjesë aty në klubeve në kryeqytet, cilët kanë folë dhe kanë menu zi e terë për gjithçka që ka prezantuar Ibrahim Rugova dhe rreth i tij. Këto janë realitete. Madje e ka marrë atë ekspertin. Kam shumë respekt për atë telekomunikacionet. Si e ka emrin ai, që është bërë deputet i zgjedhur, se ja rroj emrin. Cili? Në listën e LDK-s që u zgjedh. Po, më doli edhe mua. Ermali. Ermali është një ekspert shumë i zoti, në fushën e vet shumë i zoti, po na e njohim zotnin. E njohim zotnin prej ka vinë rrojt e tij në kuptimin jo të shoqëri, se ti mund të kesh shoqëri me këto, po ajo ngjizja që ka ekzistuar, ne i dim ato gjëra. Nuk mjafton ajo me nxjerr një status Facebook president fal se kam kuptuar. Është pak më thellë ai mohabet. Për ato për shembull kam probleme kështu konceptuale me Lutfi Aziri i cili hesht për këtyre gjëra. Luta nuk guxon me hesht. Luta e ka për obligim me fol për këtë mohabet. Tash janë gjëra esenciale për Lidhjen Demokratike të Kosovës. E për këto gjëra, për shembull, për Smail Hajdarin foli kryeministri Albin Kurti. Vrasja Smail Hajdarit ka qenë një plagë e madhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka qenë një komandant i UÇK-s në zonën e Rugovës, edhe ka qenë pastaj deputet i zgjedhur në legjislaturën e parë. Edhe ajo është vrarë. Ajo ka shumë mirë, ka thonë zotni Kurti, është bërë me qëllim që për me nxit përçarje. Është bërë qëllim për me vazhdu vllazëraqje. Gjitha këto kanë ndodhur ashtu. Gjitha këto kanë qenë me qëllim të nxitjes së përçarjes. Ka qenë nxitjes përçarje, po ka qenë, ne duhet me thonë. Ajo që ka ndodhur në 99-2000
ka qenë një farloj lufte civile në miniaturë, kështu e heshtur, që fatmirësisht për shkak të presidentit të Rugova, dhe Ramush Haradinaj nuk kaloi në luftë civile. Nuk eskaloi. Të dia palët u sollën në mënyrë nuk eskaloi. Por në gjatë do të më thonë, Ligia Demokratike e Kosovës nuk ka pas njerëz të armatosur,